Kush e ka ditëlindjen, kush e ka ditëlindjen, në vllarja, kështu që ja kom ble dhuratën e beshini, maqin teshave, i kom ble. Nëse dikush i ka po dhurat gruz vet që si dhuratë e siguron e maqina teshave për ditëlindje, muni me mshru komente, edhe shkojmë ta këshyrim reagimin e saj, se qysh po na reagon se ku më di çka ka prit që i kom ble. Hej, e kam një dhuratë për ty. Apo vjen mu dhe në garazh? Pse? Hajde se kam një surprizë për ty. Hec. Tara! Tokyo. Hec. Pse? Wow! Pse wow? Maqin teshave. Që ka lidhje? Po mirë vëllë kam. Jo, po tu ka prish pulla shpirti jam po gjëna, bilem tu ka janis më doaj dhe kishë ty rënu pullës me mizi po të lezet. Ta ku më marrë një diçka ekstra, ta ku marrë. Ha? Si e kënaqsh na? Unë pritet nesër tjetër. Shpirti jam, s'ka gjollë, s'ka dhurat më të mirë. Happy birthday shpirti jam, urime inshallah 100 tjera. E në tjetërin vjetë kismet ta këshy ta blej edhe një maqinë edhe më të madhe se kjo nështë as del. Ha? E kënaqshte? Happy birthday to me. Saktë. Ha, ç'o bo? Maqin! Mundesh me blet tjera ditë, ju bash për ditëlindje me mamor. Po ku ka dhurat më të mirë se maqinën, ku ka dhurat më të mira, e normal ti. O zot, im dashur bile mundën ta im dashuru. Po dhe, a dhe qka? Për hajt koft, ki me la tesha ti tash. Që marrë unë me la tesha, po jo më lopë, me vadit se kësha blet s'ta ec, pra.